Hey, përshëndetje, jemi në She's on Air, në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në digital, ju tashmë e dini. Dhe sot jam me supervajzat e mia dhe një supervajz tjetër, patjetër nga She's on Topi, se jam mësuar tani She's on Air. Edona, një tjetër fituese. Edona, si kanë qenë këto kohë për ty, projektet e tua? Jam mirë, zakonisht shumë mirë. Në fakt, kur bëra She's on Top, synimi im ishte televizioni, si çdo vajzë tjetër. Edhe duke qenë se She's on Top, unë nuk pretendoja ta fitoja, në fakt, mendoja se thjesht do isha një konkurrente, do spikasja aty dhe okay, ciao. Kur e fitova, mora shumë projekte, që duhet jem falenderuese She's on Top edhe Top Channel, sepse aty u spikata që isha ekzistoja diku në botë. Po, këto janë rastet e suksesit në fakt që nxjerr She's on Top, ja. Edhe u detyrova të ndryshoj rrugtimin tim, të vazhdoja të qëndroja tek modeling, edhe të mos përfshihesha shumë në televizion sa doja unë. Ku do ta shohim në Edonën tani? Momentalisht kam 2 projekte shumë të mëdha, të cilat emrat nuk po i përmend, por janë për 2 kompani shumë të mëdha botërore. Sa qef kam kur gjej kështu për gocat e mia. Dhe në 2026 do bëhet një i tretë, me të cilin sapo kam firmosur kontratën. Fatkeqësisht fotot ne nuk është se i nxjerrim, gjërat nuk është se i nxjerrim për faktin se unë bëj modelen fitting size, që jam extra small i çdo brendi praktikisht. Edona, ti na ke ndjekur në She's on Air. Çfarë të ka pëlqyer te ne? Ti më ke pëlqyer. Në fakt unë mund ta konfirmoj, sepse edhe kur ishim në udhëtimet e guximshmit, e tha që i pëlqente shumë Desiana jon. Po, në fakt kur kam parë She's on Top 6-ën, unë mendoja që Desiana duhet ta fitonte. Edhe isha gjatë kohës, domethënë, nëse takoja dikë nga Top Channel që shumë e mirë, duhet ta fitoj, po pastaj normal publiku shikon, ndjek. Dona isha dhe unë. Pra ty nuk të pëlqen fituesja aktuale She's on Topit? Kush është ajo? Ose preferencat tani janë personale, kështu që unë mendoj se ajo është një vajzë shumë simpatike, është një vajzë shumë e mirë, i ka të gjitha të mirat e botës, po në sytë e mi, fituese duhet ishte Desiana. Po le të themi që të gjitha vajzat që marrin pjesë në She's on Top janë fituese në... Po, shumë e vërtetë. Absolutisht. Nuk njoh një vajzë e cila ka dalë nga She's on Top dhe nuk ka marrë diçka si feedback. Ja, shembulli jam unë. Shembull janë që gjitha vajzat, unë mundem të tregoj nga She's on Top im, të gjitha vajzat kanë marrë një rrugtim shumë të mirë, kanë marrë kanë pasur një hap shumë të madh. Jeta është një trampolin shumë e mirë. Duke falenderuar She's on Topin, unë dua t'ju përcjell temën e ditës që është pakës me spec. Pra, ishte takim apo audicion? Goca, si mendoni ju? Ka ndodhur ndonjëherë? Janë Takimet e para, apo takimet e para që të marrin në pyetje. Mua më ka ndodhur. Unë gjithmonë kur bëj një takim për njëje, personi që kam përballë marr shumë në pyetje. Se dua ta di ti ajo që po dhe ndonjëherë kap veten edhe them prit pak Desiana. Desi çaj pyet çuna ti në takim të parë. Si çfarë pyet? Po e pyes për shumë gjëra se dua të di kë kam përballë. Do të di 3 pyetjet e tua, 3 top pyetjet e tua. Çfarë natyrë pyetjesh? Me çfarë merret? Çfarë tipi ka? Ka rrogën apo jo? Po me çfarë merresh aty? Përgjigje rrogës. Me çfarë merret? Pse t'intereson me çfarë merret? Po unë dua ta di kë kam përballë. E kupton se mund të kemi njëri të keq. Të keq çfarë do të thoj, sepse si mastej ose bën diçka të keqe, vjen ta thotë që në takimin e parë? Po tani ka ardhur ajo koha që ti thon gjërat në sy. Dhe ku më i gjet unë si për këto gjëra seriozisht i thon në sy. Edhe prandaj gjithmonë matem, po thjesht dua ta di kë kam përballë dhe pyes për shumë gjëra që a ja vlen shumë të dalin takim të dytë apo jo. Vajza, po kur na vjen ajo pyetja net, paktën që unë e gjykoj shumë të gabuar. Sa herë ke qenë e lidhur? E urrej. Me urrej si pyetje. E urrej, domethënë. Mua nuk më ka ndodhur ndonjëherë kjo pyetje. Sot i madh, mua më ka ndodhur dhe unë e kam shumë inat sepse unë nuk dua ta di
çfarë përgjigje jep? Marrëdhënie ka pasur personi që un kam përballë, më kupton, më përpara apo sa ka pasur apo ç'më duhet mua, më kupton? Okej, ndoshta mund të më interesoj arsyet se pse janë ndarë në marrëdhëniet që mund të ketë pasur më përpara, sepse në fund të ditës janë problematika që ndoshta ai ka pasur apo ajo i del para problemet. Un pastaj si jam përgjigjur se më pyetën. Jam shumë kurioze. Të them të drejtën, jam shumë e sinqert kur vjen puna tek marrëdhëniet që un kam pasur, dhe them që kam pasur një X lidhje dhe ka përfunduar për X arsye, sepse në fund të ditës është normale, ama mos më pyet o vlla. Unë mendoj që është një gjë super e gabuar kjo pjesë e pyetjeve, sidomos në takimet e para, sepse unë nuk të njoh edhe nuk kam arsye që unë të them të gjitha të vërtetat e mia, sepse nuk të njoh. Unë mendoj se asnjë gocë nuk thot të vërtetën në moment që një mashkull e pyet. Jo, unë vërtetën e tham, por bezdisem shumë me të thënë të drejtën. Sa herë ke qenë e lidhur? Më fal, çfarë mund të tregoj një vajzë? Ajo mund të ketë qenë edhe 3 herë e lidhur, 4 herë. I bjesha, ajo do thotë 4 herë? Jo, nuk ta thot. Prandaj është budalluku më i madh. Domethënë desi ti po thua që sa do pyetje të bëhen në takimet e para, ka edhe gënjeshtra. Normale. Gënjen ndonjëherë. Është ai maraku për të rënë super të mirë. Gënjej shumë çunat? Po. Me pyetjet? Po. Kush gënjen më shumë, vajzat apo çunat në këto audicione? Çunat. Po më ka rënë rasti që të kem dëgjuar edhe disa gënjeshtra që i kam ditur dhe thjesht kam dojtur e kam parë në sy dhe kam thënë okay. Vajza, do rikthehemi përsëri në këtë temë dhe sigurisht kemi dhe dy të ftuar shumë interesant sot, por pak përpara se të shkëputemi për një publicitet, unë do ju fus në botën e festave siç jemi futur në dhjetor, në këtë unë vdes për dhjetorin, jo vetëm se është muaj i festave, është dhe muaji im. Akoma se keni zgjedhur pemën dhe dekorin në shtëpisë tuaj, Gamma Store vjen me një gamë të gjerë pemësh dhe dekorësh për të gjithë ju. Përfitoni nga oferta e dhjetorit deri në 50% ulje dhe nxitoni në Gamma Store në Tiranë, në rrugën 5 Maj Emerald Center dhe në Vlorë tek ish tregu Jorizit. Një bestytni thotë që pema e Krishtlindjeve duhet të vendoset në datën 6 dhjetor, kështu që nxitoni në gammastore.al për ta bërë tuajën. Po mirë, nuk kam kohë, domethënë për ta vendosur pemën. Ti ke kohë për ta vendosur pemën, po duhet vraposh se ndoshta edhe këto pemë të mbarojnë, se do shkoj me vrap në fakt, se te shtëpia e re unë nuk kam një pemë dhe më duhet me se zbë një pemë. Perfekta. Kalojmë në publicitet dhe rikthehemi pas. Kthyer në She's on Air këtu në Top Albania Radio dhe i tash. Jo kot po tham i tash. Un kam një të ftuar që ju e njihni shumë mirë sepse ka kalu nga shtëpia e Big Brotherit më shumë se një herë. Por e kemi dhe një opinionist shumë të mirë sepse komenton çdo lloj gjaje që ka lidhje me realityt dhe me tematikat që aktualitetet çfarë ndodh që mund të na prekin. Kemi këtu Shkodranin tem Meridian Ramçaj. Hello Meridian. Përshëndetje. Për mua që jam në mesin e këtyre gozave kaq bukur. Presim sekrete sot, Sekrete. Faleminderit. Po para se të kalojmë te këto sekretet, un po mendoja një herë të fillojmë ta ngacmonim pak për këtë temën tonë, se e kishim shumë interesante. E ke parasysh këto takimet e para që janë si kthehen në një audicion dhe kemi, domethënë, na pyesin më shumë pyetje se ç'duhet si takim pune. Intervistë pune fiks. Po sikur do marrim një vlerësim. Dakor, po është e vërtetë ajo që thash unë kam harruar të takimet, Se Meridiani ka harruar të takimet. Në fakt, jam kërkim takimeve. Mendova se kishe kohë në një marrëdhënie dhe isha harruar. Jo, shikon. Meridian, unë kam dëgjuar një lajm që ti aktualisht je në një lidhje, po themi, me dikë brenda familjes së Top Channel. Lajm, kurse di kam unë e di keni ju. Ja, tash këto ti. Nuk e di nëse keni patë çifti lumtur se Livia di nga Shkodra, te Nusja hanë pinta, te Andri Gja nuk din. Kështu që Yes, sigur që s'ke thana si gjati para se më fut në studio. Nuk e di se çka ka bajeta në mrapa, mund të ketë gërmune gjatë thjesht për lajm për me ngacmu, po që unë për vetë nuk dëgjoj. Po mirë, si nëse do kthehesh pas në kohë Meridian tek këto takimet. Sa pas? Pas në kohën kur takimet ishin më të shpeshta në jetën tënde. Që ti e kishe idenë dhe ktheheshin. Ti do të thësh mua 17 vjet para. Se o Meridian 17 vjet u bërë. Jo, do të më thësh 17 vjet para. Po sa kish po mvika je. Për thon për datet, po flasim për datet. Po pra, një date i cili të kthehet në një intervistë pune. Jo, nuk më bën asnjë gjë, Thjesht nuk bëjmë nga këto datet.
Po si funksionon, si banti? Po si e ke si ke planifikuar e njoft gruan? Në momentin që të filloj të bëj takime të tilla, do vend jeni që ta bëjmë temë emisioni se do të shumë e bukur, më besoni. Meridian, Interesant, bolli bërë interesant. skip të çfarë ne po të pyesim. Si e ke bërë në plan ti Meridian, me që pas ke 17 vjet Pa bërë nga ato dete, një siç e thonë, date. pa nga ato dete që le këto takimet e ulesh në lokale, bën në flete. Po si ke tufan. date? Si ke date? Nuk e di, pa ne po them ja, shikoni ju s'besoni. Po si Nuk na di, kam tregon harruar detet, unë kam Olivia. Ti e di shumë mirë se ne takohemi shpesh bashkë. Shpesh e bles tem ti Olivia, më ndihmon të bëni date me Olivia. Se meta, u Po takova. ku ke nevojë ti me të ndihmuar me Ora, badej. nuk beson njerëj, Atë shikon. trillo situatën. Mos e dëgjoni, nuk është e Jo, vërtetë. nuk e besoj. Nuk është e vërtet, nuk është. Sidomos, nuk e di pse kur vjen puna, më fal Livia, se po ashtu, po kur vjen puna te ju shkodranët gjithmonë stepe mirë, ti pritjer mos e beson. Po pse? 100% ka gjithmonë një fije. Jemi shumë sinqert, për men. Po mirë, Edhe nuk okay, kemi në këtë komplekse. rast E ke nuk po përdjem të tregosh. Nuk kemi komplekse, kështu që se ti mirë, ti- Livia ku bën pjesë ti? Jo, unë jam e kundërta, unë jam tepër e sinqert, po kush e di. Pastaj Livia ka marr pak më shumë ande nga Italia, kështu që Meridian, pra të na tregosh pak ti në një takim je romantik apo fillon direkt me këto Po më thuj një pyetje? shkodranjë se është romantik. Po se dim ne se jemi marrë me Po shkodranjë. pra, shikon pra gabim boni. Shkodran t'ja Duhet pen filloni shumë. ta në fakt. mendoni këtë gjën. Po kur të dali. Do më kthesh përgjigje me përgjigje? Jo, unë mendoj se jam tip romantik. Jo me pyetje. Unë mendoj sepse të flasësh për vete nuk është e lehtë, se normalisht unë du të dal mirë në radio tani ose në televizor zakonisht, por nuk jam nga ato tipë që flas për të dal mirë, po unë mendoj që jam tip romantik. Sa pyetje si bën ti një vajze në takim të parë? Dëgjoj, në takimin e parë është aparenca ajo që tërheq. Pastaj me takimin e parë nuk mund të kuptosh asgjë përveç aparencës. Impakti fizik është ajo që tërheq gjithmonë për mua tek një femër. Pastaj mund të kolaborosh brenda për ty për të parë, domthonë botën e personit që ke përballë, a përputhet me ty ajo, a keni të përbashkëta apo jo. Por që të themi kot, domthonë që në takimin e parë që unë pëlqeva zgjuarsinë, mençurinë, po nga njëri të duhet një jetë për ta kuptuar njëri dhe ti nuk e kupton dot në fund fare. Meridiani na kursehet pak kur vjen. Nuk po kursehem fare, jo, nuk po kursehem, po të them e vërtet ja, po të them një gjë, impakti i parë për mua si Meridian është Patjetër paraqitja. Ti nuk na the neve se çfarë pyetjesh do t'i bëje një personi në takim të parë, kështu që neve do ndjekim pak publikun. Nuk janë asnjëherë të mund të planifikuar çfarë pyetje mund t'i bësh ti një person sepse mund të bëj një person përpara shumë i zgjuar. Më një pyetje që ti e bën gjithmonë. Ose një gjë që do të dish. Nuk ri vetëm me shikosur. Gjëja parë, gjithmonë e ke kështu si duhet patjetër ajo lidhur apo jo. Pyetja e parë. Kemi arritur në këtë pikë. Ty çfarë pyetjesh të bëjnë, për shembull vajzat në takim? Të bënin para sa ditë. Shikon që as si kisha menduar ndonjëherë këto dhe si kisha menduar herë domethënë që si ta them seriozisht. Një pyetje tjetër. Po jo, ta them seriozisht. Kam një pyetje tjetër. Cili do ishte takimi i parë? Ku do ishte? Vendi ideal, domethënë kinema, restorant, piknik. Si e mendon ti takimin e parë me një vajzë? Atëherë kjo është interesante. Takimi i parë për mua do më pëlqente të ndodhte në një fluturim në avion. Në fluturim. Ke pa shumë film amerikan. Mendoj se është perfekte. Tash gjë, problemi është që kur them vërtetën, ju prap nuk e besoni. Kur ju gënjej prap se besoni, ke parë shumë filma ato të Livia. Jo. Unë nuk mendoj, është shumë ideale kjo. Po do ndjekim pak se çfarë përgjigjesh ka marr Engji në bokset e saj. Të njëjtën pyetje i bëra dhe publikut, kështu që le të ndjekim përgjigjet. Në takimin e parë, kush bën më shumë pyetje, goca apo çuni? Që të i pyetje sot më burra mon. Si pyetje se ndan kaptina. Takimin e parë. Sa e pyesi Prezantuar si fillim. Sa e pyesi burr? Jo, ai pyeste më shumë. Sa pyesje fare? Po e pyesja nëse ka pasur ndonjë shoqe, ndonjë mikesh, ndonjë. Nuk e pyesje për shembull sa e ke rrogën, çfarë punë bën. Jo. Deri aty asnjëherë se kam pyetur për rrogën sepse është si ofendim ta pyesësh për rrogën. Të dy palët të pyesin. Por mendoj që ajo që është pozitive kur puqen karakteret, ata do të shkojnë shumë mirë dhe kur pyesin që tonë të vërtetën. Po mendon se këto pyetjet e tepërta e prishin marrëdhënien? Jo, nuk e besoj, sepse do ta justifikojnë njëri tjetrin me atë që thonë. S'ka pse. Ajo është një vërtet që duhet dalin atë dy palët. Së pari fillon me audicion, me bisede, me pyetje përgjigje. Pas kalon takim romantik, pasi nëse përputhen idetë, mendimet, atëherë kalon në fazën B.
Jo, unë s'jam i lodhshëm pyetje, pasi arri me një pyetje të kuptoj, dhe me thonë, pyetja e parë, dhe me thonë, se ke dikën jetë, dhe me thonë, është hapi i parë, dhe me thonë, që bëhet që mos kesh konfrontime me të dashurin ose të dashurin e ti, edhe kështu që... Pyetje inteligjente, se ka nga ata që kanë të dashur e dalin ta... Po, në shumica përfundohen në dramë, pasi i dashuri bëhet xheloz. Po mendoj se çunat. Ca pyetje s'bën ju çunat? Pyetje normale, me qa merresh, çfarë bën gjatë ditës. Kjo është, ka gojë që s'ka qenë e lidhur sot. Kështu që mund ta pyesësh, nëse është gocë, do të thonë që ti mund t'ja dalësh për jetën, nëse mendon për jetën, nëse mendon që të punoj, apo të arrije diçka bashkë me atë që ka me partnerin. Po jo që... Goca, qa pyetjesh bëjnë në përgjithësi? Ajo bën 1000 pyetje, por asnjëra nga ato 1000 pyetje nuk mund të jetë e saktë, ajo që duhet. Pyetje që bëjnë goca aty? Një pyetje e çuditshme, për shembull, që të ka bërë ndonjëherë. Pyetje që dish gjithmonë, me qa merresh, qa ke, qa s'ke, edhe këto janë, po. Po që të pyesi për shembull, me qa mund ta ndërtojmë një jetë, unë kurrë nuk e kam marrë këtë pyetje. Li mendoj se kjo të ka pyetur sa e ke rrogën, ëh? Njeriu e arrin diçka çdo ditë nga pak, por jo për një ditë të shumë, sepse ajo e madhja për një ditë të vret. Dërsa ajo çdo ditë vërtet vritesh nga pak, por arrin diçka dhe e dashuron atë që ke më. Si jeni? Ta bëj një pyetje të lutem. Ma bëjni. Ne ke gjetur këto pyetje? Sa duhen me pyetjet. Femra zgjedh, po femra zgjedh. Me këtë ori. Armën ti ka me vete, po s'ka armë. Vajzat besoj. Materialiste po? Pak fare. Una çaj pyesin gotë. Çfarë simi ke për shembull, çfarë punë bën? Sa të dashur ke pas? Dashur ke pasur. Pyet, Po. Djale. Për fund. Sa punë ke, ë? Sa e ke rrogën? Pyet sa e ke rrogën? Për çdo gjë. Ai çfarë do pyet? Ishte korrekt, edhe mua shumë pyet. Po zoti ma, po ku pyet dashnia kush më pyetje më përpara, apo dashnia këtë tjerë? Përpara s'kishte pyetje, kishte veç dashuri. Sot dashja s'ka vepër më, sot pyetje, a ke makinë Ferrari, a ke pishina, pallate, pra jeta mbaroi. Të pyesin atëherë goca aty, sa i ke rrogën? Jo kur, sepse atëherë ishin ca lule Margarita. Dhe i thoni më do, s'më do. Sot ka mbaruar dashuria. Sot jetojmë në epokën e urrejtjes së krimit, e drogës, e degenerimit. Sepse dashuria nuk reklamohet. Dashuria është sekret, dashuria din vetëm dallgëdetit, vetëm hana. Dashuria nuk bëhet në media. Dashuria është publike, është private, është ndjenjë. Unë të dua ti, shive, nuk më njëjës ti, jo nuk dua juve. Dashuria është private, është e zemrës tane, zemrës time, nuk ta dje tjetëri. Për dashurinë, oqeaneve bojë është shkruar dhe prap nuk është sqaruar. Pra dashuria nuk është seks, nuk është tatuazhe, ato zgaravinat. Dashuria është ndjenjë, është shpirt. Okej? Mirupafshim. Në takimin e parë, kush bën më shumë pyetje, goca apo? Pra, pas kemi dalë në përfundimet që sot nuk ka dashuri. Pas ka dashuri, domethënë, shikoj, nuk është gjë e re, ëh, e kemi dëgjuar shumë shpesh këtë. E kemi kthyer në material, kjo është ideja. Si ne ka zhgënjur goca? Jam me zhgënjur. Se thonë nuk është gjë e re. Po s'është gjë e re, po dëgjojmë shumë shpesh. Nuk ka dashuri si s'pas ka dashuri. Po kam në jetën time ka për shembull, po s'ka në botë. Ah, okay. Çfarë ti bëj unë? Nuk do përmesosh botën, kështu që. Kjo duket një ankesë për ato që nuk e kanë gjetë akoma dashurinë, sepse dashuri ka në fakt, siç e the edhe ti, Ina, unë kam dashurinë. Ata çdo nuk kanë mua. Ku ke ti Lilia? A the ti për vete, ti e ke? Jo, Ina, pastaj ti e ke. Ina, ne Livia këtu. Shumë pas keni për të shpëtuar gjithave, më thon. Po. Un jam kështu. Bëjmë kurban për këtë temë. Meridian, ishte tema jonë e ditës, po unë dua të di ti vetë me çfarë po merresh aktualisht. Un po e thash, do të them nga fillimi deri në fund. Okej, atë un kam një brand timin, një linjë timen, e cila prej të paktën 4 vitesh është edhe në Milano Fashion Week, besoj që nga shkurti do jetë në Paris Fashion Week, do jetë edhe në Francë. Është një linjë parfumesh, e cila është në Shqipëri, është në 3 nga qendrat më të mëdha në Tiranë, është në aeroport në Duty Free, është në Kosovë, në Prishtinë, një nga qendrat më të mëdha në Prishtinë. Vazhdojmë atë si projekt, është goxha mirë, jam shumë i kënaqur. Po arri ato ëndrat e mia që kam pasur, shpresoj edhe me këtë Paris Fashion Week që do jetë në shkurt, besoj, do jetë në këto, që është janë mbi tort. Sa bukur kur e dëgjon pafund, realisht. Dhe me këto
moment ne do kalojmë në këngë dhe rikthehemi pas pak për të diskutuar më gjerë me Meridianin. Dhe jemi rikthyer në Shizon Air dhe jemi me Meridianin dhe direkt unë po futem në sul Meridian, nuk po të lëm të marrësh frym. Meridian, ti je njëri që ke komentuar gjithmonë, po a ka pasur ndonjëherë nga këto tash e theme të showbizit që ke thënë varja po rri urt këtë herë nuk po e sulmoj? Dëgjoj, tash e theme, në showbiz ka tash e theme pa fund, rri urt. Unë gjithmonë në fakt reagoj kur janë situata për të reaguar, nuk është se nuk kam me çfarë merrem të vërtetën dhe do bëj se s'bën një lajm. Po zakonisht mua më ngacmojnë gjërat e cilat këto shtirjet ose këto gjërat boshe të cilat bën thjesht për të shitur për të bërë një lajm. Unë shpesh i kam qejf të ngacmohet edhe i ngacmoj shpesh her pas here në rrjetet e mia sociale. Kështu që a ke ndonjë personazh që nuk do ta komentoje kurrë? Dëgjoj, personazh jo, unë i komentoj gjithë, se kam problem fare. Okej. Pa përjashtim. Po me ato mesazhe negative që të vinë, si menaxhon? Unë vdes për ato. Ato janë mesazhe që mua më zbukurojnë ditën dhe më motivojnë më shumë, sepse zakonisht e bën njerëzit të cilët duan të arrijnë aty ku je ti dhe gjërat që ke bërë ti. Shpesh është ai mlefi i brendshëm që njerëzit kanë kur shikojnë që ti ke ecur diçka, ke arritur sukses dhe një gjë po ja them nga eksperienca ime sa herë që të merrni mesazhe negative asnjëherë mos u shqetësoni, por filloni të punoni më shumë sepse do të thotë që po arrini diçka. Në momentin që nuk do keni reagime të tilla, të jeni të bindur që nuk po bëni asgjë dhe jeni në vend numër. Atëherë do të bëni merak dhe do të keni kujdes. A ti ti u kthen apo thjesht i lexon edhe? Unë ja u kthej shpeshherë, sidomos kur janë gjëra që më ngacmojnë dhe kam qejf të kthej shumë herë, sidomos ato që nuk din të shkruajnë shqip, zakonisht i çoj shpesh një foto të abetares, të cilën i them shpeshherë që fillon so abetarin, pastaj fillo bëj komentet për statuset dhe për veprimet e ndryshme që unë mund të bëj. Po ndonjëherë ke dëgjuar ndonjë lajm për veten tënde që është komplet i gabuar? Edhe je habitur ke thënë për një sekondë se kjo është absurde. Po, kam pas dëgjuar në kohën që kur isha në Big Brother, po nuk është se më ka shqetësuar, nuk është se aq më tepër lajmet që janë të pavërteta nuk më bën përshtypje fare. Meridian, ti ke provuar 2 herë Big Brotherin, një herë si banor, por edhe si opinionist. Ku e gjen më shumë veten, domethënë, si ndihesh më shumë mirë? Si banor unë ndjeve më mirë apo si opinionist? Big Brother, unë kam shijuar të 2 herë. Herën e parë ka qenë para shumë vitesh, bëhet fjalë në 2015-ën. Kam qenë në finalist, është një eksperiencë e mia më të bukura. Gjithashtu edhe herën e dytë që ishte para 4 vitesh ka qenë shumë eksperiencë e bukur dhe po ti pyesësh gjithë ish Big Brotherista që thonë gjithë kanë dëshirë të rikthehen Big Brother, pavarësisht se çfarë thonë në televizor dhe bën që jo unë nuk dua të mos e këto që kur dalin nga shtëpia thonë shqyqy që dola se unë isha dhe po ta pyesësh një ditë më mbrapa ose një javë më mbrapa do të rifutesh, prapë gjithë duan të rifuten. Është një eksperiencë shumë e veçantë. E kam pa dhe ke vetja, domethënë sa kisha dal, në fakt unë nuk isha kaq mezi prisja me dal, por normal e do botën, të rikthesh në botë. Edhe parë sa u takum thash, unë do isha rifut prapë te vetë. Po, sepse është një eksperiencë këto që nuk e kanë provuar nuk e din atë ndjesin asaj. Të merr malli për shpinën e Big Brother. Po mes Big Brotherve që ti ke marr pjesë, cilin nga do veçoje dhe do thoje që nëse do rifutesha, do futesha tek ky Big Brother, pra tek ai version. Dëgjoj, unë do u rifuça tek të dy dhe nuk do ndryshoja asgjë nga çfarë kam bërë si ke njësh ashtu dhe ke dy që do bëja po të njëjtën gjë sepse ai personalitet kam atë karakter kam dhe nuk mund ta bëj ndryshe. Çka më shumë? Asnjë gjë, domethënë të dyja kanë sepse janë komplet të veçanta të ndryshme nga njëri tjetri. I pari ka qenë me personazhe të thjeshtë, i pari ishte ai që mua më dha mundësinë që të bëhem personazh publik në Top Channel. I dyti ishte ai që mua më afirmoi mas shumë vitesh, domethënë që unë vazhdova prapë të jem pjesë e medias, kështu që ke rrit kontakte. Po, kam kontakte. Domethënë nga Big Brother VIP 1 për shembull, me ke rrit kontakte? Me Ilirin, me Shaqin që ne komentojmë shpesh prapë edhe bles më lart se më ndarke, po boshim ça batuta në Instagram. Me Palomën, po ka personazhe të cilët unë i kam mbajtur, sepse Livia ti ke provuar aty, nëse gocat nuk kanë provuar, ti ke provuar. Dhe unë kam thënë që shoqëria që krijohet aty brenda, ajo ngel dhe njerëzit maten aty brenda, sepse aty brenda është lufta për pushtet, lufta për të fituar. Dhe në momentin që dikush të rrezon aty brenda, mos prit që jashtë ta kesh krah. Kështu që njëta gjë, sepse edhe jashtë njëtë në përditshme ti atë mund ta kesh rival në diçka tjetër. Kështu që prandaj unë i thosha gjatë gjithë kohës kur isha në shtëpi, gjë kryesore që i thosha gjithëve gjë, sa po më respekton këtu, se gjithmonë ishte ide që kur dalim jashtë ne, jo kur dalim jashtë ne. Tu brenda këtij muri, brenda këtij rrethimi, çfarë do bëjmë për njëri tjetrin, sa do më respektor, sa do ma gjosh fjalën, sa do të dëgjoj dhe sa do arrim të kuptojmë njëri tjetrin. Jashtë ja lëm jashtës, po pjesa ishte këtu. Dalin gjërat e vërteta të karakterit, nuk. Po nëse do ndalemi dhe do themi se cilat janë mesazhet që ti ke nxjerr nga dy Big Brotherit që ti ke qenë.
Pra, cili ka qenë mesazhi më i fortë që ti ke marrë nga këto të dy Big Brother? Dëgjoj, tek i pari ka qenë duhet luftosh për të arritur dhe asnjëherë mos bësh pishman për ato çfarë ti ke bërë. Okej. Pa çdo gjë është mësim, pa jo pishmane për gjëra që ti kalon. Te ky dyti thjesht kam hyrë për ta shijuar sepse nuk doja ty që në fillim kisha kohë që kisha marrë ftesën që në korrik, më thënë disa herë, thjesht hyra për të riparë një herë veten dhe për kënaqësi që më erdhi. Edhe ishte më mirë apo më keq? Dëgjoj, i vetmi gabim që mund të them unë që bëra ishte që nuk hyra që ditën 1. Bravo, sepse njerëzit më gjykuan për faktin që unë kisha hyrë me informacione nga jashtë dhe kisha hyrë i mësuar për të diçka aty brenda. Ndërkohë që unë jam nëse do mua që të më çakordosh komplet, është fakti nëse do më thuash mua thuaj këtë ose bëj këtë në një emision dhe unë nuk e bëj dot. Kjo është shpesh ajo që unë nuk shkoj në emisione, sepse dua të jem live dhe duhet t'i them gjë siç mendoj unë dhe jo siç duan ta thënë të tjerët. E kuptoj. Meridian, do doja të dija vetëm një gjë, duke qenë se ti ke pasur 2 eksperienca në Big. Tani, ti e ke parë nga afër edhe mundesh na thuash, duke qenë se jemi edhe afër Big Brother VIP-it, jemi shumë pranë. A ke një pamje se qa bëjnë gabim lojtarët aty, diçka do më thë një veprim që e përsërisin të gjithë, her pas here, vit pas viti, edhe gjithë e bëjnë gabim, ama është më së e qartë që është gabim që e bëjnë. Dgjoj, vetmi gabim është që aty duhet gara fillon që ditën 1. Loja zhvillohet në orë të para. Nuk ka prit, ose do vi momenti jem. Momenti jot është dita 1 kur hyn. Ti jepet një mundësi dhe është liderët dalin që në fillim. Dhe publiku ka një gjë, në qoftë se fillon afeksionohesh mas një personazhi shumë e vështirë që ti t'ia heqësh atë nga zemra dhe nga mendja për ta zëvendësuar me dikë tjetër. Dhe ky është problemi që banorët duhet ta fillojnë që ditën 1 fire, luftë, në thojza. Pra është për mbijetesë. Duhet mbijetosh. Sado personazh publik, nëse ti nuk je gjatë gjithë kohës nuk je aktiv, nuk je pjesëmarr, nuk do të marrësh pjesë në çdo debat që është në prime, do të kesh gjithmonë një mendim sepse kur jemi në kafe ne gjithmonë kemi një mendim për dikë, për golfin që ke veshur ti, për bluzën, për këmishën time, e japim një mendim. Po shpesh herë ne kemi frikë sepse mund gjykohemi nga mendimet që ne themi. Dhe kjo është ajo që shpesh herë në Big Brother i mpe njerëzit them, po ta them unë këtë për Livjen, si mund ta marrë ato jashtë? Jo, ti thosh thuaj mendimin tën, argumentoje që njerëzit ta kuptojnë sepse e ke dhe shumë e mirë të ndihmon. A din çfarë do të them, sepse në fakt edhe unë kur isha në Big, jo se kisha frikë me komentu, sepse jam shumë e drejtë për drejtë, por ndonjëherë mendoja, po prit. Po kur dola, lexoja komentet e njerëzve, se kam pa pak se çka ka ndodhur dhe thosha, më kanë mbështet shumë njerëz, edhe po të kthesha mrap, do kisha ra edhe më fort sepse duhet të besoj intuita. Një nga gjërat kryesore është kur jem Big, është ajo frika që nuk po bëmi keq sepse mund të nominojnë dhe mund dal. Po gjithë banorët e ri që do hyjnë tani Big Brother ta kenë parasysh që nuk i nxjerrin banorët konkurrent, po i nxjerr publiku. Kështu që vazhdoni luftoni nëse doni fillin, nëse do rrini urt, se ajo veza që rrini një cep dhe pret që zogu ta plasi, nuk do vijë moment sepse do të nxjerrë publiku para se ta plasi zogu vezën. Meridian, do bëjmë një lojë të shpejtë me do zgjedhësh 3 top banorët nga 1 deri te 4, domethënë në bazë të asaj çfarë unë do të them. Top 3 lojtarët më të fortë të Big Brother VIP nga 4 sezonet që kemi lënë pas. Ti rëndis si kush është më i miri apo s'ka rëndësi? 3. S'ka problem. Atëherë Ilir Shaqiri, Luizelli, për mua Meritoni, tek Bigu që ishte Meritoni. 3 mbaruam. 3, okay. Top 3 lojtarët më të dobët. Gjoj, lojtar dobët, to që janë harruar, imagjinoj. Unë kujtohen, ka shumë që s'kujtohen, kështu që i biçet tjetër disa shumë e madhe. Po mirë, ata që mund të kujtohen për shembull. Po këto që kanë dalë që herët e para. Do të thuash 3 emra? Vend të gugulloj të kujtoj patjetër ta them sinqerisht të gugulloj të kujtoj pak se kush kanë qenë, se imagjinoj këto që dalin që javën e parë. Imagjinoj Bigu zgjat 5 muaj, ato fshihen. Top 3 banorët që do donte ti shije sërish brenda Big Brother. Po, interesante është kjo. Ilir Shaqiri, Donald Veshaj, Meridian Ramçaj, Luizelli. 3. Gjithë nga sezoni i parë ama. Po. Pas ka lënë fare. Sezoni i parë se ke cek fare. Jo s'm ka marr malli, po ose jo se kam qenë unë, por mendoj që Big Brother i paruam që ka pas shumë nivel, ka pas shumë debate konstruktive, ka pas shumë mesazhe. Top 3 strategët. Luizelli ishte strateg shumë i mirë. Ilir Shaqiri edhe Donaldi. Po ata më intrigantët? Intrigant, aty gjithë cili mund do të bëjë intriga,
po që Do na thuash. po më atë të mendoj të them unë pa merak. Okej, tradhtar ose fake? Ta bëjmë pak më Fake. Për mua fake ka qenë një njeri që unë kisha mikesh, ajo Ledemiri. Për mua si Meridian. Kështu që tradhtar. S'ka çfarë tradhtoj aty se nuk është se ke pasur. Aty nuk ka pritshmëri. Jemi rikthyer në Shizoner këtu në Top Albania Radio, mund të na shikoni dhe ke kanalin 10 të Digitalbit. Kemi Meridianin dhe unë do kthehem pak mrapa me kohën. Jemi në Big Brother VIP 2. Ti ke ka një nga mbështetësit më të mëdhenj të Luiz Ellit. Shumë vete kanë pasur një miqësi shumë të sinqert, por disa kanë edhe mendu që ti mund të kishe këtë mbështetje për të përfituar nga fama e tij. Saqë kur edhe ai doli, e deklaroi këtë gjë, shumë vete kanë përfituar dhe një nga emrat ishe ti. Unë sot të pyes, se je gati me përgjigje po prit. Keni pasi ballafaqim live, jeni taku, keni diskutuar për këtë gjë? Kemi rastisur në avion gjithë me njëri tjetrin, po që Ky avioni ka. Tash e kuptova. Kemi rastisur në avion gjithur me njëri tjetrin, por nuk kemi folur fare. Pse s'keni folur? Për mua Bigu atëherë mbaroi, unë bëra atë që bëra sepse e ndjeja për hir të viteve që ne kishim netur me njëri tjetrin. Kështu që kjo misia ka kanë vërtet. Për hir të bukës që kemi ngrënë bashkë me njërin, për hir të byrekëve me llall që ne hashim mëngjes për mëngjes me njëri tjetrin. Lutem thuaj mirë, llall. Faleminderit. Faleminderit. Kështu që për mua domethënë nuk ka asgjë, nuk jam bërë pishman për asgjë nga ato që nga ditën e parë ku pjesa më e madhe nuk e donin dhe unë kisha kundra, që nga studiet televizive me radhë deri nga dita që u kthyen gjithë ato që e shanin në bështynin, filluan ta donin, ta kërkonin për foto, të bënin sikur vdisin mas atit. Po, ndolli shumë kjo domethënë, kjo është e vërtetë, ndolli shumë kjo mas Bigut kur ai mori atë hobin e madh. Kështu që raportet janë 0 sot. Raportet janë 0, nuk ka asnjë. Dhe miqësia juaj ka përfunduar me Bigun, domethënë. Dhe me që po flasim për Big Brotherin, unë mendoj se jemi shumë afër Big Brotherit të radhës, pra Big Brother VIP 5. Kemi ndonjë thashë të them kështu këto emrat, sa ke dëgjuar se para thashë themeve, unë do i bëj një sugjerim. Ja, kurse edhe Ina. Unë do t'i bëj një sugjerim produksionit. Votoni 10. Dhe mua këtu kur erdha këtu në këtë studio më erdhi një ide. Pse ju të katërt mos ishit si një banore vetëm? Të lutem, ne s'po merremi vesh. S'ka rëndësi, është e bukur. Po këtë program ta bësh Shizoner, ta bëj unë vetëm? Doni apo s'doni ju, kur jeni 4 në 1, që do thotë një banor i vetëm, do merrni vesh se s'bën, sepse keni një qëllim. Është problemi që të arrini në finale. Po t'zimi me njëra tjetrën e pastaj si bëhet. Në fund do pajtoni mas 2 minuta shkurt të merrni vesh që ju jeni. Kush do vi ta bësh Shizonerin pastaj këtu? Dëgjoj. Ku t'ja lë? Apo do e bësh ti? Topit nuk kanë munguar asnjë, kështu nëse do një zëvendësoj un pa pagesë pa asgjë derisa të marroni. Domethënë do jesh këtu me mua. Ju tjeni, do jem me ty Livia për gocat. O kënaq Meridian. Po jo, është interesante, mua do më pëlqente shumë që të ishit 4 në 1, nuk ka ndodhur ne, kemi parë 2 lojtarë në 1, po 4 në 1 është shumë interesante. Do të dëgjojnë nga larg. Karaktere të ndryshme, personalitete të ndryshme, do ishte shumë interesante. Dhe do më fuste frikën një person që vetëm shikon gjatë gjithë kohës dhe kolaboron. Mendjen e saj se çfarë do të pyesi tani. Unë do ju mbështes vajza, ju betohen do votoj për ju. Ti turp të vi pos mos ta bësh, unë nuk e di pse. Dhe unë do jem një zë shumë i fortë jashtë për ju. Po dhe ti turp të vinte po mos ta bëj. Gjetet dhe menaxheria. Futemi pak tek lista, mendoj unë. I pari është Chris Lama, e këngëtar. Dhe moj baja dridhe. Ku më erdhe, ku më fi. Atë gjë. Është interesant si personazh, mendoj se do jetë. Është shumë interesant, e dënjat. Ju lutem, kur thot mendoj. Dgjoj një sekond pak. Studioni mirë edhe gjuhën e trupit, sepse ai nuk ka se mendon ai din. Aty mund mungoni shkodran me që ti the vlonjat. Që mendoj që mund të kena surpriza. Ta lista një mendoj që pas kemi një shkodran tjetër. Ka ato lista që hapin portalet për klikime, po besoj nga këto personazhe të paktën 3 ose 4 do jenë. Edhe më pëlqen sepse ndarja është e bukur, se mund të jetë fillimi, mund të jetë edhe Angela Martini shkodrane është apo jo, gaboj unë? Mund të jetë ande nga fundi. Bashkë ndarë, më pëlqen shumë që më kanë thënë te numri 10. 10 është çfarë mendon për Ina? Nuk e di, Ina. Ta ardhi momenti, fol. Unë mendoj që Ina nuk do jetë.
Mendo çfarë të duash, unë nuk ju jap as po as jo se nuk e meritoni t'ju jap, ndoshta mund t'ju jap surpriza mjaft Zyti mu 5 sekonda dhe unë e kuptoj që ti nuk je. Në çdo epizod të Vizioner do të studiojmë edhe ju publik ju lutem. Angela Martini nuk besoj fare që është Robert Aliaj Dragot. E përshëndesim, ne kemi pas të ftuar, kështu që do jetë shumë interesant po të jetë. Me qëra fjala, Robert Aliaj Dragot ka dërguar një mesazh që unë se kam hapur akoma. Nuk do e hap. Ja hapi një herë në prezencën. Erdhi vendi ku më bashku. Ju mendoni që jo, nuk e hap sepse kur e hapun zakonisht këtë përgjigje njerëz këtë lej për urdo. Çfarë ka thënë? Që ta kuptoni që është Roberti, Berta Liaj. Jo, po tash ju s'keni pse e lexoni. Po ti pse na e hapë? Për çfarë ka lidhje ky mesazh? Me që jo më doli emri aty te sapo ma ka dërguar. Ose të kujtua aty tani kështu që kemi Meridianin të ftuar. Mirë, okay, në rreshta ne po marrim një konfirmim ndoshta për Robertin. Po për Loren, se Loreja ne kemi pasur këtu në emision dhe Lore besoj do jetë. Besoj do jetë. Valer Kolnikaj nuk është. Amanet. Po Eugene. Eugene mendoj që mund të jetë, është interesant, por nuk e di se sa do e përballoj atë pjesën të qëndruar aty brenda gjatë gjithë kohës, sepse është natyrë që do të lëvizë, do të ketë ato batuta të vetë. Edhe shumë djalë i sinqert, nuk e di se sa mund të. Po mund të jetë. Po Renea. René Refo ka një 3 vjet që flitet, besoj që ajo ka shumë me dëshirë, po këto janë ato emra që nxisin shpesh herë. Sabina Mete. Shikusit, edhe Sabina mendoj se mund të jetë. Po Hilda. Edhe për Hildën, edhe Hilda ka një 2 vjet që flitet. Po si mendon se do ishte si lojtare? Hilda. Nuk besoj se mund të ishte shumë e përshtatshme, se më duket shumë natyrë e butë, shumë natyrë dolce për qenë Kleoniki Del Giorgi. Kleoniki për mua do ishte shumë interesante, do ishte tritor, sepse është një natyrë që nuk duron ato padrejtësitë, këto është eksploziv gjatë gjithë kohës, është nga ato momente që mund të shpërthej nga momenti në moment, prisni reagimet e asaj. Po kjo Ina Pashollari si do ishte në Big Brother? Po pra kjo Ina. Kjo Ina. Problemi i Inës është që hyn me kokën mbrapa dhe po hyrë me kokën mbrapa nuk e zot para, kështu që po pse ne flasim sigurina nuk është këtu prezente. Sigur ti nuk bëre pak muhabet me Inën ta. Apo flasim për Inën. Po pra për Ina Pashollarin. Fal kush është Ina Pashollari? Ha pra tani. Ka ndodhur shpesh në këto emisione televizive. Po. Që i ftojnë dhe nuk e di se kanë të ftuar në studio, Po emri im vlen më shumë se emisioni. Po Ardi Murataj. Dit Murataj më duket se është moderator dhe besoj që mund të jetë sepse flitet. Është gabim Ardit mendoj se duan të. Arditi po besoj mund të jetë edhe është një emër aty që më kap syri. Jori Mersin. Jo. Nuk mendon se është Jori mund të jetë, është përfolur shumë për Jori Biles, është to personazhe që merren shpesh me komentet e rrjeteve sociale e kanë akuzuar për faktin që pse mund të jetë se është merret me ristet, po s'ka gjë, është personazh publik përdesa sociale. Tani të them një emër që mendoj se do jenë, janë 2 banorë në një, është Devis Gjerau me Vaskë Currin, mendon se do fulen se edhe këta janë përfolur. Po unë si kam dëgjuar shera parja sapo e dëgjova tani Devis Gjerau dhe Vaskë Curra sapo e dëgjova tani. Ata do jenë një. Nuk besoj se mund të jenë një, sepse unë mendoj tash do fillojnë të mendojnë këtë idenë 4 banorë në një. Që mund të jenë një. Po mirë, të vë ca pika mbi i ndoshta unë se është përfolur shumë dhe kam pasur shumë pikë pyetje nga shumë njerëz që do hyj apo jo unë. Unë nuk e di se çfarë prisni ju nga unë. Unë nuk e di pse prisni që unë t'ju them po ose jo ose t'ju a konfirmoj se nuk do ta bëj si Bardoshja që tha hajde se unë kam ditëlindje. Kështu që çdo gjë mendoj se do ngelet për tu parë. Këngëtar po nxitojnë të përvapojnë për të bërë këngë. Ndoshta mund të jetë kjo një arsye që ato t'i lanë në momentin që janë brenda Big Brotherit. Është bërë si trend kjo që marrin sa më shumë klikime këngët. Dhe me këtë listën e gjëre të gjate, me pikë pyetje, pikë çuditëse pafund. Dhe ka shumë gjëra të bukura, kështu që kemi një sezon të ri përpara të Big Brotherit dhe ne mezi po presim që të shohim se kush do jenë banorët përfundimtar. Unë kam një përshtypje që ky Big do jetë Bigu Ledion Liçës. Dhe ne do jetë qeshia mbi tort. Mezi po presim. Se viti i parë diet gjithë ne ishim mësuar duke dëgjuar në mënyrë tjetër të prezantuar, tash njerëzit e kishin pak të vështirë sa e përfitën. Në vitin e dytë ishte komplet ndryshe dhe besoj kjo do jetë qeshia mbi tort. Nuk e di, kam një ndjesi që do jetë gjatë gjithë kohës. Wow. Edhe unë mendoj këtë se e pesa.
mendoja domethënë komplet po flisja si publik. Ti mos fol se ke konflikt interesi pastaj. Po e lë fare. Shumë. Meridian ishte shumë kënaqësi që të kishim pjesë tonë. Për mua. Dhe shpresoj të na vish më shpesh pasi të filloj Bigu. Kur dili nga Bigu ju, unë do jem gjatë gjithë kohës tu. Kur Galina, se ne të tjerë nuk e kemi emrin. Ju që se keni emrin, ju keni kujdes. Ju që se keni emrin, ju keni kujdes. Kështu që Shikoni Desianë. Sa emri jam nuk dinte kur dhe isha konfirmuar shumë Topi ka gjatë në top ka shumë personazhe që unë mendoj që mund të japin atij formati, por nganjëherë duhet i shohin çik me syrin më ndryshe. Patjetër që po. Se unë tonë tavolin për shembull shoh disa personazhe më vërtet që mund të japin shumë formati. Po shtëpia jon Top Channel i ruan shumë ato personazhe që do futen në Big, kështu që jo gjithmonë dalin në vitrinë ka të ekspozuar. Kështu që tash i shihni vetë ju publiku se ç'a mund. Absolutisht po. Meridian shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Do ngatroj emrin. Jo, nuk e bëj natë. Okej. Ishte shumë kënaqësi. Ne largohemi në She's on Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Tashmë mund na shihni direkte me imazh, me zë, me figurë, me të gjitha. Dhe bashkë me ne sot kemi një të ftuar shumë interesant. Në fakt, në studio është me ne Arnold Damazeti, një nga konkurrentët më të përfolur të përputhen këtë vit, i cili ka krijuar një lidhje me Katerinën. Përshëndetje Arnold, mirë se erdhe. Arnold, mirë se erdhe. Po si ndjesh kur të quajnë? Dëgjoj mikrofonin, nuk është se të afro. Të dëgjojmë shumë mirë. Po dëgjova gjon të më afro. E di që studio ke përputher rrimë mbaj mikrofonin duke goja si me çet. E dëgjova prezantimin ton, domethënë ti je një nga djemtë më të komentuar të përfolur të këtij sezoni të përputhen. Si të ban mund ndjekja gja? Mirë është, mirë. Më pëlqen domethënë do vazhdoj akoma. Do vazhdosh sepse mendoj që ti jep shumë atij emisioni. I çik jep nga. Nuk dorëzohemi kollaj. Nuk dorëzohemi kollaj. Si duke domethënë në hapat e para, domethënë ndryshimi, a e prisje ti të ishe kaq shpërthys, domethënë hyre me qëllime të qarta apo u surprizove edhe ti nga vetja? Domethënë fillimi ishte me qëllim. Me qëllim. Normalisht. Pastaj erdhën gjërat u bën më u futën ndjenja, u futën shumë gjëra, pastaj ndodhi komplet ndryshe. Ti mendon se është arma jote më e fortë? Arma. Nuk është se kam me armë, po arma është çdo gjë te pika jote e fortë. Te durimi. Durimi është më e fortë. Mendoj se do spikasi ka shumë në këtë edicion? Durimi është diçka. Pse durimi? Pse duhet durim në përputhen? Do durim, duhet. Sepse ka shumë personazhe që janë larguar, por s'kan përballuar dot. Çfarë nuk përballohet? Na shpjego pak më shumë për publikun, se unë duke qenë se jam brenda duhet të dëgjoj. Do të thonë që duhet të kesh shumë durim në lidhje me sulmet, me ndjenjat, me shumë gjëra. Sulmet që të vinë nga konkurrentët të tjerë? Kushdo, edhe nga jashtë edhe nga komentet normale. Nuk është kollaj. Po nga kush është më e vështirë të humbësh vetë kontrollin? Më e vështirë është kur humb kontrollin është aty brenda, kur je në transmetim dhe ti ke shumë sulme, ndërkohë që ti ke takimin e ke ditën për të prezantuar. Arnold, do ke shumë sulme, do ke. Me që të ndalemi pak te takimet, dhe tema jonë e ditës është takimet e para, do të thonë janë më romantik apo audicion? Ti vetë si je në një takim të parë? Takimi i parë. Për te kamerave, je nga këta që marrin në pyetje direkt apo si intervistë pune apo si është Arnoldi? Apo është romantik kështu, nuk bën. Jo, romantik nuk jam. Je romantik? Që nga fikë e pikuçunit që bën. Kam pasinat gjithmonë dhurata, s'bëj asnjëherë dhurata. Sot ishte dashur pse s'po bën dhurata. Po nuk e kam tip. Po Katerinën si ka bërë ndonjë dhuratë? Po jam detyruar ti bëj aty studio. Jam detyruar? Nuk jam ti që ti bëj aty në studio. Është diçka, unë mendoj që është një fasadë që e bën tjetrin ta bësh për vete, ta gënjesh. Po ju mund ta bësh të ndihet i lumtur për shkak. Unë nuk e them kështu, ç'a do të desh diçka që ke filan vete. Okej, po kur thotë detyruar në studio. Kam që t'ja bëj me pak. Do të thënë aty në program një fasad që ja bën dhuratën Katerinës. Atë me zorë bëra, s'kisha ç'a bëja. E kam thënë aty. Çfarë do të thojë që domethënë nuk ka lindur aty që unë dhurata, ditëlindje gjëra di ka urrej. Jo. Atëherë cila është arma jote e fortë për ta bërë një vajzë për vetë? Arma. Në takimet para nuk e kam menduar ndonjëherë, sinqerisht po. Po duke u kthyer për shembull tematikës së sotshme, domethënë, meqense ne po flisim që në shumë takime të parë njerëzit kanë një formë interviste, sikur do të dinë, ti je shumë kërkues. I ban shumë pyetje gocave, apo ti e ndjek atë ndjesitë tua? Dua që ta lë të lirë. Dua që ajo të ndjet
Kjo është një nga arsyet sepse ti dua ta let lirë, duhet që ndihet mirë. Pa ja prish qefet që ka për shembull. Se Robi do të dalet, do ta shu, do të baje marrëdhënie me shoqërinë edhe. Atë duhet ta mbështesësh, jo ta I beson ndjesive të tua. Vetëm më shumë të fitohet një person ose Arnold, e lëm pak të pjesën, unë dua të flasim pak për ty. Kush është Arnoldi, nga vjen? Më trego pak për veten. Okej. Unë jam nga Dibra. Kam qenë në 97 që kam ardhur, i bie kam qenë 4-5 vjeç, 6 vjeç. Hedha u foto direkt klas parë në Tiranë. Edhe në çato ditë jam akoma këtu, kam jetuar edhe shumë në kurbet, si Berlin, Londër, Milano, kam jetuar në Belgjik edhe Holland. Po vite gjata janë në Teso që kam jetuar. Për së fundi ka qenë në Berlin. Si e morë vendimin për të futur në përputhen? Si ka reaguar ta afërmit? Vendimi ishte në shkuesia ishte Megi. Nuk kam shok përbashkët me Megin edhe. A mund ta quash Megin si një e ke parasysh kur themi mëra nga qielli, një muzë, mëra fati nga qielli, është një fat i rënë nga qielli Megi? Megi për ne apo unë për Megi? Ja dëgjoj të kundërt. Ai ti, po normale. Por i ke ndjekur edicionet më përpara të përputhen? S'kam ndiru fare, sinqerisht. Domethënë nuk keni personazh. S'kam ndjekur asnjë gjë, ja fut direkt aty, direkt kam zgjedhë, kam bërë, kam vazhduar deri Lojë. Nuk ka asnjë personazh që ti din për shkak. Sa thoshte gjithmonë plakore, shif studioj çika të çfarë ndodhe, edhe shoshë tjetër. Po, i ka për çfarë dalë. Mirë, si kishe parë njëna gocë. Një asnjë gjë, jo gocat i kisha pak kështu që dilshin virale. E më shumë shifja Katerinën që dilte virale, ata këtë po zgjedhin. Jo, prit, jo të këtij edicioni. Un po flas edicionet të kaluara. Ke zgjedhur nga viraliteti? Nuk e ke zgjedhur sepse të tërhoqi. Edhe më përshtatet si person. Okej, të qëndrojmë pak te Katerina, të lutem se kam shumë qef. Kur vjen ky muhabeti zgjedhjeve. Çfarë është një gjë nga Katerina që ty të pëlqen shumë? Mua më pëlqen sinqeriteti. Po gjëja parë që të goditit te Katerina? Është pastaj personazhi. Po gjëja që ta caron te Katerina? Është ajo që vërtet acarohet. Po në qoftë se nuk do ishe me Katerinën, do ndaheshe, çfarë është ajo që ka Katerina dhe ti do ta kërkoje tek çdo vajzë? Mo dhe Katerinën e kam kërkuar sepse ka ngjashmëri me të kaluarën time. E normal. Do të thënë gjithmonë kam një karakter që zgjidhja gjithmonë. Edhe është karakteri është kjo njëjtë. Dhe ke thënë në një intervistë domethënë që bën bashkë kur isha të përputhen, ne ke thënë këtë pjesën e ceke. Por edhe Katerina nuk mbeti pas, thash që do doja që Arnoldi të qetej tullat. Që ti përngjante tullat po dorim me flokë. Ju të dy jeni lidhur, Katerina kujton ishin edhe ti kujton ishën tënde. Ajo se kujton dot se ky si ka heq flokët akoma, po. Okej. A do të hiqe flokët për Katerinën? Jo. Nuk do të hiqë. Të bëm tullat jo, asnjëherë. Po pse më dashuria ka sakrificë? Mirë, ju keni thënë edhe të përputhen që ju e keni bërë familjare. Katerina e ka takuar mamin dhe babin tënd. Po, ka takuar edhe un kam qenë te Katerina, kam jetuar një javë, më duket, me mamin e Katerinës. Edhe me kokoshashin me lepurushin. Unë doja ta fusja furrat lepurushin, po. Jo, mos ta pra. Ti po konfirmon që në këtë sezon të përputhen deri në fund ti do jesh me Katerinën, nuk do dalësh kurrë me asnjë gocë tjetër. Arnold, okej, do shoh. Çfarë tani si thotit? Zgjedhni tjetër, t'ia filloj nga aja. Ka vazhdimisht. Po mirë, ta vë pak më në siklet ndoshta. Nëse do ishim ne gocat e përputhen, kush nga ne do ta kishte konkuruar Katerinën? Kareninën. Okej. Përfshi gjitha këtu apo? Të gjitha? Të pestat, jemi 5 sot. Kush është më e guzimtarja për ju? A tani në shikim të parë. Ti ke me intervistat kë? Unë e di përgjigjen, po nuk më jap. Nuk e di, po se ma tha. Goca atje mund të jetë më fort për shembull. Livia. Në sherre, në debate. Ja, din se në vitin tim të përputhen nuk ka pul. Sa po kisha ardhur nga Italia, isha karakter shumë i qetë dhe nuk kam bashkë debate, nëse me sulmonin shumë. Ti më dukesh si personazh debatesh, po pse ti intereson që të jetë personazh, domethënë, jo, pse intereson që të jetë debatuese, pra të jetë fort debate, pse? Të pëlqen karakteri. Po do të rezistosh debat. Jo, mos të humbësh debatin. Kjo ka term lojë. Jo të shumë i rrëmujshëm është. Do të themi që nuk do mundem, po prit, do e thuash pastaj këtë. Ne do kalojmë në këngë, sa të kthjellohemi pak.
Organizata tona partnere në qytetin tënd. Radio, podcast, personazhe, lajme, të gjithë horoskopet e mundshme, ngjarjet. Jo domosdoshmërisht më të mirat, por ato që të duhen. Top Albania Radio and Podcast. 99 gjëra në një app të vetëm. 99 problems but a ain't one. Big Brother VIP, live dhe ekskluzivisht në digital. Me 2 kanale të dedikuar 24 orë në 7. Abonohu tani për të gjithë muajt që zgjat spektakli, duke nisur nga vetëm 3.500 lekë, ose të përfshira në abonim të ri premium 12 mujor. Ekskluzivisht në platformën toksore, satelitore e në të gjithë botën në aplikacionin digital. E janë në çdo pikë të autorizuar shitjeje, si dhe online në digital.al. Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller. Më duket se gjeta recetën perfekte për festat e fundvitit. Për bërësit, gjithë familja. Hapi i parë, mbusheni shportën me lodra nga Hamleys. Mos mendoni se e kaluat masën, vazhdoni shtoni. Hapi i dytë, miksoni uljet e çmendura në Spar, Komodita Home, Gotek, Rossmann & Lala, Gamma Home Decor, Euro 1 dhe 100 dyqane të tjera. Po, 100. Hapi i tretë, spërkasni pluhurin festiv që shkruan deri në 75% ulje. Dhe voilà, sa po gatuat Emerald Mall and Residence. Gjithçka që të do zemra, më lirë se kudo. Kap uljen, kap momentin. Emerald, where shopping is fun. Rruga 5 Maj, Tiranë. Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Ed Sheeran. Skeletons. Disc of the day on Top Albania Radio. E gjoj veta, e gjova veta. Ja nisem. Dhe jemi rikthyer në këtë pjesë tjetër në She's on Air dhe jemi me Arnoldin, por pak përpara se të kthehemi tek Arnoldi përsëri, unë do doja t'ju prezantoja një tjetër produkt shumë interesant, i cili është Pronatura MD. Është tashmë një emër i njohur për të gjithë ata që kërkojnë cilësi dhe autenticitet në përditshmëri, me një gamë të gjerë produktesh italiane, të zgjedhura me kujdes dhe të sjellura direkt nga Italia. Pronatura MD ka krijuar një standard të ri blerjesh në Shqipëri. Çdo dyqan i Pronatura MD është ndërtuar me një filozofi të thjesht. Konsumatori meriton më të mirën. Këtu do të gjeni produkte të freskëta, përbërës premium, specialitete italiane dhe artikuj të përditshëm që e bëjnë gatimin dhe jetën më të thjeshtë dhe më të shijshme. Dhe tani që po afron periudha më e bukur e vitit, tryeza e festave kërkojnë cilësi të vërtetë. Pronatura MD është partner ideal për të krijuar një tryezë plot shije, ngrohtësi dhe elegancë, sepse festat duken më bukur kur shijojnë mirë. Pronatura MD po zgjerohet në mënyrë të vazhdueshme dhe së shpejti do ta gjeni me 2 supermarkete të reja edhe në Kosovë. Cilësi italiane në çdo shtëpi shqiptare. Zgjidhni Pronatura MD për blerje sa më të mbara dhe një fund vit plot shije. Arnold, tani rikthehemi pak tek ty dhe besoj se jemi mjaft më të kthjellët se herën e fundit na bëri pak lëmsh. Okej. Arnold, a keni planifikuar pra që kur të dilni nga përputhen do dilni bashkë me Katerinën? Po. Edhe kemi planifikuar, po pra surat nuk i dihet se çam na pret dhe çfarë mund të bëjmë. Shpesh herë të kemi parë të drejt për drejt, ndonjëherë edhe gjak nxehtë në debate. Je penduar për ndonjë fjalë në veprim që ti ke bër? Nuk është se jam penduar, por do kisha nevojë ta ktheja kohën mbrapsht dhe t'i rregulloja çik ato akuzat ose gjërat, nuk është problem. Do e menaxhoj pak më ndryshe situatën. Se menaxhoj çik ndryshe. Mendon se janë kaq të keq interpretuara disa nga reagimet e tua, por realisht si personi i gjaknxehtë dhe i jashtë kamerave? Të keq interpretuar. Nuk është se janë të nuk
jam pak të keq interpretuara, por Do me thënë, i e keq kuptuar, ndoshta ndo pak nga publiku, nga mënyra se si ti ke reaguar, apo vërtet ti e kështu? jo, nuk është se, do të thënë, është të thash të përpara që është sipas situatës. E kur ti e sipas kur ndryshon situata ose gjakdësia, normalisht që Po, nga të nxjerr gjithë nga goja, konkurrentët, se nuk jam vetëm unë që ka bërë gabimin, për shembull, janë shumë Po, veta. patjetër. Ne ty të kemi tani. Ty do të pyesim. Po ti ndjen konkurrencë në përputhjen me konkurrentë të tjerë? Fillimi po tani jo. Tani nuk e ndjen. Kush ka qenë ai më i vështirë për tu As Casey nuk e ndjen si konkurrent? Jo, tani jo. As atë. Pse në fillim e ndjen? Në fillim po, kisha konkurrent, tani jo. Po pse çfarë ka Casey më shumë se tani me Casey jemi bërë pak si miq. Ku ja kalove ti? Ku ja kalove ti Casey dhe the tani nuk e kam më konkurrent as këtë. Po sepse e sulmova fillimun atë. Okej. Sapo erdha. Kjo të bëri ty të ishte në avantazh. Po sepse ishte ai personi që thoshte mirë. Tani jemi miq, po duhet t'i themi duhet. Ishte personi që thoshte un jam këtu, ju jeni këtu. Do të thonë tregonte gjithë publikut, gjithë njerëzit që un jam niveli i lartë, ose kuptoj këtë nivelin e lartë. Gjithsesi bëra debat maksimum derisa e çova deri në fund atë pjesë. Po për lidhjen e Casey-t me Stelimin, si çfarë mendimi ke, domethënë mendon se është reale? Ka qenë ka menduar gjithmonë gjërat ato kanë qenë të njohur më parë. Edhe kanë qenë mund të kenë qenë edhe me skenar ose me skenarin e atyre të planifikuar. Po prap kam dyshime, po nuk e di. Me këto debat që bëndodhin kohët e fundit? Ato kanë filluar të bëjnë shumë debate dhe janë darë. Po ndonjëherë në fakt duken shumë debate të çifte. Edhe kjo do thotë që nuk kam ndjenjë brenda, është thjesht një është vështirë të ndash, nuk besoj se ndash kollaj. Te Katerina, kur e kuptoj? Se ne kemi për shembull marrëdhëniet tona. S'domi të rritë Katerina. Marrëdhëniet tona gjithmonë ndaheshim, ziheshim, po prapë që ndronin bashkë, po thua ndërsa në këtë rast, përveç faktit që ka qenë një show, gjalpi me thik direkt, e kupton? Pak. Po mirë, dërim prapë te Katerina, do? Okej. Po sa duash më së shpejt. Okej. Kur e kuptove që ti e pëlqej vërtet Katerinën? Kë filloi mbas 2-3 javësh. Po s'vam dhe të thoja, nuk më pëlqen fare në Jo, po Katerina ka ca gjatë veçanta që si ka njëri tjetër. Është shumë energjike si person. Po nga kjo surpriza e fundit që të bëri Katerina një vil, gjysmë zhveshur. Jo, hapita, më pëlqeu. Pati goxha komente, edhe negative dhe pozitive. Më shumë negative. Po ti si e prite këtë surprizën? E prita, do të thonë ishte surprizë që se prisja. Okej. Edhe po pëlqeu. Po mirë, ky qef nuk ka të bëj surpriza, po ti bëjnë surpriza edhe. Po mirë, e pranoj. Mirë, cili është pjesa më seksi e Katerinës që ty të pëlqen? Dhëmbët, goja. Shish interesant, se kishim shumë ndonjëherë këto. Është personazh shumë i veçantë. Po është vetëm tani si një personazh apo si Po është vetëm si një personazh apo edhe si një partnere? Të thash fillimi ishte si personazh. Tani kemi filluar të dyshojmë pak të bëjmë plani diçka. Po prapë nuk i di. Si mund ta përshkruash atë kimin tuaj? Kimin. A ju jeni një çift që nuk e di si ta shpjegoj. Ta përshkruaj. Po prit, pse tha nuk i dihet tash? Ke dyshime ke Katerina se s'po kuptoj. Po tani i ka dyshime dhe Katerina, por që nuk është se sepse parti më tha që nuk do dilje me asnjë gocë tjetër. Vetëm me Katerinën, por ti nuk di. Ti nuk di na është Katerina ajo, si më thon. Në mbrapsë nuk ka pa diçka. Arnoldi tani mendoj se Engji ishte vërtet goca që do futesh për puthën. Dhe unë i bëra një pyetje, thash, a do dilje me Engjin, do e lije Katerinën, edhe tha, në mbrapa skena po. Do të thënë që në mbrapa skena ai do e pranonte Engjin, ndërsa në kamera atje jo do mbante Katerinën. Ça je ti more, thashun ti se nuk na le neve të jemi të qarta. Kjo është një gjë që dua vajzave ju bëj qefin, nuk dua që të kuptoni. Nuk dua që ti ul. Po kam shumë respekt për femrat. Ti do bëj qefi? Wow. Të qefi tim janë. Nëse kemi biseduar edhe mbrapa skenës në përputhjen, kemi folur shumë gjatë. Po do më fol për një diçka, sepse Katerina ekspozohet shumë në rrjetet sociale. Ti çfarë mendje ke? Je mendje hapur, nuk të bezdis kjo gjë? Se kam problem fare. Se ke problem? Arnold, kush është më dominant nga ju të dy? Dy karaktere shumë të forta. Dominant çfarë?
dominant në lidhje. Në lidhje. Kush i bën këtë, kush e bën ligjin? Kush është marr ligji? Të dy marrin pjesë. Unë jam ai si profesori që ve rregulla, ngrihesh, bëhesh, kemi këtë për të bërë, kemi nesër të gjë tjetër. Kurse ajo është pastaj gjë tjetër. Pastaj dominant ajo mund të jetë në marrëdhënie ndjenjash, po unë jam më shumë i fokusuar te planet, duhet një rutinë. Javën e kaluar ne kishim testuar këtu në emision Bruno Shemshon dhe ai tha për lidhjen tuaj që nuk e beson as pak çiftin tuaj. Çfarë mendimi ke? Pa që je pak aktore, la me kuptuar. Do të thonë jeni takuar. Kemi takuar me Bruno. Po çfarë mendimi ke ti për këtë deklaratë? Kemi takuar, jemi takuar aty ku Në Top Channel. Në topi, po. Normalisht, po. Po, aty takohemi të gjithë. Okej. Çfarë mendimi ke ti për këtë? Çfarë do i përgjigjesh Bruno? Ta nuk kam nuk beson në çift, për... po pra ka dyshime. Se di, ai është mendimi i tij. Ej, përforcoj këtë gjatë tash, na thuaj diçka më shumë. Mua më duket sikur nuk është i sigurt fare për këtë gjë. Kupton, thotë okay, le të jetë aty, le të thonë çfarë duan njerëzit. Ka shumë njerëz që nuk besojnë, e kupton? Po mirë, juve tani mos besoni dashuria që ju keni me njëri tjetrin. Tipo tallesh aty, nuk është e vërtetë fare. Po jam vetvetja aty. Ndoshta sepse jeni edhe një çift pak fani. Ka njerëz që nuk më kuptojnë, jam një person me një mentalitet komplet ndryshe. Prapë jam e qartë. Janë vështirë shqiptarët për kuptuar. Shikoj, ta bëjmë pak më të qartë këtë gjë. Ti sot intervistën e kishte vetëm për vete, apo jo? Po. Pse nuk e morë Katerinën me vete të pak? Tha Katerina që do vi. Se nuk erdhi? Po nuk erdhi, se nuk ngrihet. Nuk ngrihet, do me thënë, jetojnë bashkë. Po, se në i thoi që jetojnë bashkë. Shtu që e bashkë. Po mirë, ka një herë, s'kam qa bëj i ke shtëpia Katerinës, ose të vëndi ku të Si si e minimizon dhe me thënë. Ua, ma o që trurin, lutem, do kalojmë në publicitet për sëri. Po të shmëndesh. Pushim. Okej, atëherë sa po rikthyem edhe një herë në Shizën e Air, edhe kemi Arnoldin këtu. Kemi gjithë këtë kohë që po mundohemi ta ngacmojmë, po ai s'po na jep asgjë. Kështu që Arnold, do na tregosh pak ti je tipi i djalit që nuk është se fshihesh. E vërtetë. A mendon se je vërtet i dashuruar në këtë pikë të jetës? Për momentin jam i dashuruar. Super. Çfarë thot familja, miqt për Katerinën? Asgjë. Për këtë dashuri që vazhdo. Asgjë. Domethënë ata janë mbështetës ndaj kësaj ligje. Janë mbështetës. Okej. Unë dua të vë në një provë tani, të telefonosh mamin tënd dhe të flasësh për Katerinën. Çfarë do të thotë? Na vërtetosh çfarë do thotë ajo? A e mbështet ajo lidhjen tuaj? Jas, po të këtë. Pa mirë është punë edhe, nuk është se besoj se ngre telefonin. Po ti Po ti pyetën mirë. Po pse do të flas për Katerinën tani? Po ta pyesësh more. Po pyete. Çfarë mendon ajo? I them që këtë fal ose diçka tjetër. Jo, po dy ta pyesësh se ti sepse e kupton ajo që nuk jam tipi atë që bëj kështu pyetjesh. E çfarë do të artuar do po tallesh. Ndava me Katerinën përfundimisht, çfarë do thotë? Ndava thuaj me Katerinën. Mendim ose mund të thuash edhe jam në një emision edhe goca duan të dinë mendimin tënd për Katerinën. Të tregosh i vërtet. Siç ti je. Po. Është e vështirë kjo për. A është Arnoldi një që flet me mamin për arsye nuk flas për jam i hapur shumë, po nuk do të thonë janë sa gjëra që i Arnoldi po i flet gjithë kombit për dashuria këto. Përfundimisht na refuzoi dhe kjo po s'mund ta marr sepse është punë në shkretë. Pyetje. Edhe nuk mu duk sikur arsyeja ishte se mami ishte në punë. Po mund ta marr, po jo mund ta pyes për gjëra. Po jo, ti thuash për shembull u ndava. Çfarë do thoshte mami? Qofse ti do ishe. Po çfarë do thotë? Dy opsione do thotë. Ose pse, ose mirë bëre. Okej, hajde ta dëgjojmë. Për çfarë nuk jam vlerë. Të duam të dëgjojmë ne. Ej, po pse mirë bëre dhe jo sa keq. Varet se çfarë humori është ajo, nuk mund ta gacmoj, e kuptoj se është në moment pune. Arnold. Nga humori nga luhatit mund po mirë pra po e lëm. Ose duhet ta përgatis mamin, nuk mund ta kupton. Po e lëm. I vjen deri mami kesh aty. Ti u vure pak në siklet dhe ne këtë. Jo, nuk është sikleti, është pjesa e refuzoi. Okej, më që refuzove Arnold nuk dua të di. Mund t'i them në gjë tjetër, mund të marr plakun ose t'i them në gjë tjetër. Mund t'ia thuash babit. Po jo, po ti thon. Po mirë baba. Po plakun e kam si shok mund tash. Po mirë baba, na rri. Mendon babi. Hajde, merr babin. Këtë e kërkove vet. Do marrë të prapë mos shqyr. Çfarë ti them? U ndava thuaj nga Katerina. Po, presim një reagim, shohim. Se me mamin e kam bërë një bisedë në përputhje, prandaj do ta bëjmë. Do mbajmë pak afër me mikrofonin, që ta dëgjojmë ne.
hapur. Ja një sekondë më sa. Presim, jemi në pritje. Në telefon nuk e hap dhe në WhatsApp. Se mos shkruan në WhatsApp. Për t'i shkoj që jam... Ja, nuk vlen. Apo plako, qa bone? Alo. A më në gjumi e ty? Ja, në nuk dhe i shok gëjt. Ja. Desha me të bëj pyetje, por se unë ndava me Katerinën, përfundimisht tash. Unë ndava me Katerinën. Këto studio, u bëm lëmsh, u zoom. U zoom keq fare. Qa të bëj tash? Unë ndava me Katerinën, po them, qa do të bëj? Po ti e djeva, po sa të sem pit më të në Po desha i mendim nga ty, por se jam stres, nuk e ja ke iden. Se gjitha ajo e u dhe poshtë, gjitha dashuri. Po një mendim, por qa të bëj? Ti kthehem prapa, qa të bëj? Nuk e djeva, po sa të dush e kej. Po ti nëllë. Ti djeva, pesën të Bavi Arnoldit, jemi këtu në Shizoner, po prisnim një reagim. Po prisnim një reagim në fakt nga ju, po me sa duket ju e keni mësuar Arnoldin që t'i marri vetë vendimet e veta, kështu që Ne ju përshëndesim dhe do ju themi miropafshim. Ishte shumë kanë. Përshëndetje Goca, do blako. Tallë tani se jam për gjumë. A të pëlqen Katerina si nusë shtëpie? Katerina, ai djali e diu që më duan, të mos punoj unë për gjumë të Katerina. Po, do jetë nusë e shtëpisë suaj. Mi gjoti. Ai do kaloj jetën me djalin, jo me mua. Është e përshtatshme për djalin tuaj. Po si pëlqej djalit, më duhet mua. Po pra, ty si nusë shtëpie, do me thënë ti aprovon qofse aprovon Arnoldi. Po e deshi po, çfarë thoni, po e deshi ai normal që do. Shumë bukur fiks. Perfekte, shumë faleminderit. Ne të përshëndesim. Ajo Goca. Ne jemi nga Shizoner në Top Albania Radio. Unë jam Ina dhe jam me vajzat e mia dhe po ngacmonim pak Arnoldin dhe morëm një përgjigje edhe nga ju, pse jo. Shumë faleminderit dhe juve. Ja kalofshim miropafshim. Po ja nga kush ka marrë Arnoldi, nuk e di, po si du. Unë i thash babit Arnoldit miropafshim para se të na shante, se po isha gati thash, okay, të na shaj tani se ishte në përgjumë. Sa ngritën shkeni, sepse ai ka dhe një muzik live këtu në edhe nga që rri natën edhe Okej. Por që koment pozitiv. Tani rikthehemi pak përsëri tek ty Arnold. Cila ka qenë gjëja më intime që ke ndarë me Katerinën jashtë kamerave? Intime janë shumë. Po ata po ndajnë shtëpinë. Ne po i bëjmë para kamerave gjërat, jo. Vetëm një fëmijë s'po bëni, ëh? Do e bëni atë fëmijë? Fëmia e kemi biseduar, ajo kërdo fëmijë tash nga që është 30 vjeç. Edhe po kërkon me këmbgulje. Se ti nuk do. Edhe unë dua. Unë do ja plotësoj për shkakun. E sheh si mami i fëmijëve të tuaja. Se jo. Po me konkurrentët e tjerë, një përplasje e cila ka bërë shumë zhurmë ka qenë e jotja me Inën, e cila është drejtuar i pacip, s'bën asnjë lek të fluturoj për jashta. Keni pasur mundësi të sqaroheni me njëri tjetrin? Jemi sqaruar. Do thonë i ke kërkuar të ka kërkuar falje, po se edhe ti ke bërë disa deklarata për Inën tani. Po, ka kërkuar dhe kemi kërkuar. Pra tani jeni në një... Ne jemi në një avantazh tani, kështu që... Në një avantazh. Do doje që thellë të kishe një shans me Inën. Të pëlqen Ina kështu si vajzë? Mirë është, po. Mirë është. Po ta. Po nuk më përshtatet, është një person që nuk më përshtatet. Mos e mbaj, fol. Jo, nuk më përshtatet. Po të shoh sikur përmban. Mos të mban gjë kjo Katerina me zor ty morçum. Edhe ne që shpresuam që do kishim Arnoldin vetëm sot. E vetmja që më përshtatet është Katerina. E kam thënë që në fillim. Sepse çfarë do bëjmë me Inën pastaj? Me fat kjo Katerina. Ua dua të di. Se ka një zhanër ndryshe ajo nga. Po mirë, dhe Katerina është me fat, po edhe ky është me fat për Katerinën. Jo, po njeriu me fat në botë.
Mirë, neve do kalojmë përsëri në një hapësirë të vogël publicitare dhe do kthehemi përsëri me Arnoldin. Jemi rikthyer në She's on Air, jemi me Arnoldin dhe tani kemi një pyetësor me spec Arnold, se ne kemi shumë qejf nga të ftuarit që vijnë këtu tek ne. Dhe do filloja direkte me kush është konkurrenti më fake në përputhjen sipas Arnoldit dhe ai më i sinqerti. Po ty më përgjithësi gjithë fake janë. Kush është më fake? Po më i sinqerti. Në një apo la sinqerti është vështirë kur kanë interes. Kur kanë interes mes, atëherë s'bën sinqert ato. Po mirë, po aktori më i madh që ti do jepje kupon, kush është? Aty, përveç meje. Aktori i sezonit. Përveç teje. Pse dhe ti që ke një aktor? Mund të themi aktor jo profesional, amator. Okej, amator. Amator, por që i jep edhe kupë këtyre. Po, kujt do ja jep? Na thuaj një emër. Mashkull apo femër? Në të dyja. Kjo ishte deklaratë shumë e fortë. Që nga një aktor. Aktori është Ibrahimi. Po nga gocat? Nga gocat është Katerina. Bashkë me Arnoldin. Ne jemi me çmimi model. Atëherë sprit. Te gocat është Amo. Mund të jetë për shembull Stelina. Jo, as nuk është Stelina. Prit. Mund të jetë jo Marcela është. Arnold, cili është konkurrenti më flirtues ose flirtuese? Flirtuesi është Bujari. Bujari? Të dy në një gojë. Po, e gjithmonë kur vjen ai gotë që i shkon nga mrapa, gasmon e bën, vetë hajde se lëndon më bër maçik. I shkon kështu. Po nga gocat, kush është prem më shumë atë flirtin? Merci. Flirton dhe jo. Kush është? Po më pëlqen një gjë flirtojmë, pse jo? Nisë se ti ke pasur edhe komunikim. Me kë? Me Marcelën, keni bërë edhe video, po. Dikur njiheshim para 7 viteve. Po. Pse tani nuk njiheni më? Tani bën sikur s'u njihesha, se. Arnold, me cilën nga vajza? Mua jo, pse s'm zgjodhe mua, po zgjodha Katerinën tha. Shiko. Katerina e di këtë gjë? Drama nga më përpara. Nga shkuara. Arnold, me cilën nga vajzat nuk do të kishe dalë kurrë në takim? Po më thema, nuk do dilja me asnjërin, vetëm me Katerinën theq parë. Mund të jesh pak koherent, të lutem. Po e tha, vetë njëra tha, jo me gjithë. Po njërin që nuk do dilje kurrë. Me Inën për shkakun. Me Inën do dilje? Jo. Po mirë. A mendon se ka ndonjë konkurrent aty që ka xhelozi të brendshme, qoftë për jashtë? Një konkurrent që ka xhelozi? Po. Për kundrejt teje, kundrejt lidhjes me Katerinën. Ka shumë se unë i kuptoj njerëzit kur xhelozojnë për shembull në mënyrën si. Po thuaj njërin, emrin. Njëri është vështirë ta them. Po dy pra atëherë. Është xhelozi. Do të thënë e kam pasur me radhë xhelozin, pastaj e kam hequr. E kam marrë tjetër, e kam marrë tjetër. Ishte më shumë në fillimet tuaja, se fillimi ishte me Kesin. Kesi ishte shumë xheloz. Tani ta që ngelën miq. Po mirë, cili konkurrent ndryshon 100% kur fiken kamerat? Ose harro aktorë që përmendë që parë. Mund të jem unë për shkakun. Wow! Ai po flet në rreshta, po ju s'po merrni vesh. Kush vuan më shumë për vëmendje? Ose më saktë, kush jeton për vëmendje? Si goca, si çuna. Një emër. Tani ka. Ti e di shumë mirë. Ka njerëz aty brenda në grup, në program, që vinë shpenzojnë shumë lekë, unë se kuptoj, që vinë nga Italia, nga Greqia, kam shpenzuar shumë lekë, edhe për çfarë? Për të marrë çik famë. Unë këtë kisha bërë kurrë për shkak. Po kush janë nduana? Jetojnë këtu, pagojnë shtëpira, jo ushqimi, jo këto. E normalisht. Edhe mendoj që Ibrahimi, a është në Itali? Po Ibrahimi që i pëlqen. I pëlqen vëmendja. Ma ka thënë vetë. Çe ka? Cili ose cila të ka dhënë energjinë më të keqe që ditën e parë? Keqe. Sa mendosh kërë gjatë? Se nuk e di, nuk e kam menduar ndonjëherë këtë. Po mirë. Energjinë negative, se kam menduar ndonjëherë. Të hym pak në më funny. Kë do bëje çift vetëm për humor. Një çift tjetër? Po, të krijoj një çift që mendon se do kishte shumë humor. Do qeshje ti to, të jashtësh. Unë vëtë me ato nuk qesh tot, nuk e di.
Nuk e di, nuk ekzistojnë. E unë kam kush është ai Përveç personi me dhe që Katerinës nuk ka tjetër çesharak aty. Okej, kush është ai personi nga ju aty që bën atë dramën për dramën më të vogël, e thëmë? Personi nga Si goca si çuna. Dramatiku i. Kush është ai dramatiku? Sa të vështira i pasi. Është e vështirë sepse nuk është se i kam studiuar mirë njerëzit. Nuk ka se po ruhesh pak sepse nuk e qef të krijosh atë mbetje. Jo, fare. Je drejt për drejt kështu se ke problem. Dramatiku është Kesi pak dramatik. Është shumë. Po pse se thua, duhet ta them unë që ta do të themi ngela duke përmend kesin, përmend dikë tjetër. Po jo, mundsinë ke. Ti nuk ka se do të alternosh. Kush dramatik? Do të thënë vazhdon dhe prap do dalë ke ajo e vetja. Unë do me ditë cila është goca që për ty ndryshon më shumë, që domethënë përdor tepër filtra nga rrjetet sociale në realitet. Që mashtron pak njerëzit nga rrjetet sociale. Nuk është në Instagram kjo goca dhe ndryshosh. Unë për ja, diku tani është futur kjo Vlora. Një konkurrent e re. Përdor shumë filtra. Dëgjoj tani. Kjo fillim tha që un kam marrë këtu gjej burr. Okej. Po ndërkohë që momentin që filloi duke tregu dhe çfarë pëlqente këtë meshkujt, ishte komplet ndryshe. Nuk po flas për këtë aspekt. Un po flas për një filtr që të shgënjen kur ti e takon nga afër. Edhe pas accountin unë ishte account tjetër komplet. Ja kanë që nuk ishte një fare për gjetur burrë. Është një prezantuese në Londër ose në Kuabita, se vite si internacionale. Ej, në sezonin tim. Vite si person internacionale edhe. Edhe më bëri pak kurreshi, thash si ka mundësi thash me për tjerë. Në sezonin tim ishte një gocë që e shihnin në rrjetet sociale dhe thonin do shkoj për këtë në përputhen. Po. Pastaj nuk e gjeshin sepse ishte diçka në Instagram dhe në realitet nuk ishte po e njëjta. Un po flas për këtë gjë. Kjo goca që sapo ka shfutur Vlora për ty. Jo, unë po flas me një pikë tjetër, jo për këtë. Jo, e kam te pamja. Që si mastet mashtron pak njerëz nga Instagrami. Te pamja po. Kush mendon se është çifti më i rrem në program? Çifti më i rrem. Marcela dhe Indriti janë më të rrem. Ja. Domethënë mundohen bëjnë rrinë te shtëpia për shembull, bëjnë plane çfarë do bëjmë nesër, por nuk bëjnë plane ndjenjash se Dhe me ka i shumë pikpyetje që e kishim dhe na i la se shumë pak përgjigje na dha. Vërtet sa na shpoj. Ne erdhi fundi i sezonit. Ka shpejt? Po. Unë do të rri akoma. Po ti hajde javë ne kemi muhabetin. Lëre përputhen Arnold dhe hajde këtu. Po, se kemi një vend bosh, shiko aty te Livia. Lejohet mashkullim midis femrave? Jo, mos na vjen Katerina pastaj. Programi është She's on Air. E bën She's on Air. Arnold është shumë kënaqësi që ishte pjesë e jona, e shijuam vërtet shumë bisedën me ty. Dhe vajza, e dona gjithashtu edhe me ty ishte një kënaqësi ta ndanim sot studion. Vajza, me ju do jem përsëri, ju dua shumë dhe juve, ishte kënaqësi që na dëgjua dhe na ndoqët deri tani, shihemi në Tatat e radhës. Paçi. Paçi.